Jemi në pjesën e dytë të emisionit dhe pas detajeve dhe analizës që bëm lidhur me programin dyfishon ndërmarrjen tënde, në këtë pjesë të emisionit do të ndalemi tek sistemi bankar, pasi në bank nuk merret vetëm fakt një kredi, sot bankat po kthehen në partnere serioze, jo vetëm të individëve, por patjetër edhe të biznesit, duke ofruar, le të themi, një sportel të vetëm për të marrë një sër shërbimesh, pra jo vetëm financim, por duke marrë një ide, duke marrë një zgjidhje teknologjike, duke ofruar pse jo edhe një konsulencë për nevojat që mund të ketë individi apo si përmarrja. Në fakt, në një treg me një konkurrencë të ndjeshme, duhet thënë, pasi në tregun vendas operojnë një sër bankash, bankat nuk maten vetëm me kapitalin që ofrojnë, por me atë se si i vinë në ndihmë si përmarrjes dhe si e mbështesin dhe suportojnë atë në të gjithë ciklin e jetës së një biznesi. Ndaj, në këtë pjesë të emisionit do të flasim konkretisht për këtë qasje të sistemit bankar me Credinzbank. Pse një klient apo pse një sipërmarrës duhet të zgjedhë pikërisht këtë bank për ta patur si partner në aktivitetin e tij. Dhe do të analizojmë në fakt në këtë pjesë të emisionit me të ftuarën time që është zonja Elona Kapseri, që është drejtuese e Departamentit të Menaxhimit të Shitjeve në Credinzbank. Përshëndetje, faleminderit që jeni në Kozon. Faleminderit për ftesën. Zonja Kapseri, në fakt ne, siç e thash, kemi një sër bankash në treg. Konkurenca mund të konsiderohet pa diskutim e lartë për shkak të numrit të bankave, por edhe cilësisë së shërbimit që ato ofrojnë. Pyetja që vjen natyrshëm ose të gjithë njerëzit bëjnë pyetje, thonë, fal, pse duhet të shkoj dhe të marr një këtë shërbim në filan bank apo në një tjetër bank? Fundja sipas një perceptimi të individëve, bankat janë thuajse gjitha njësoj. Çfarë diferencon Credinzbank në këtë pikpamje? Klientët, individ apo biznes, mendoj që duhet të zgjedhin Credinzbank, sepse Credinz nuk ofron vetëm shërbime të thjeshta bankare financiare, por ofron një shport të gjerë shërbimesh financiare, duke filluar që nga produktet llogari, financime, depozita e të tjera, deri në produktet alternative, siç janë produktet e sigurimit dhe produktet e investimit. Pra, Credinz i mundëson klientit që në një vend të vetëm të kryejë të gjitha nevojat e tij financiare. Kjo i kursen kohë klientit, e bën eksperiencën e tij më të thjeshtë dhe ndërton një marrëdhënie të gjatë besimi me bankën si një partner e vetme për këshillimin financiar. Credinz gjithashtu kombinon me këtë shport shërbimesh dhe një rrjet të gjerë degësh, në mënyrë që klientët të ndjejnë të ndjehen, le të themi, të plotësuar si në kanalet fizike dhe në kanalet digjitale. Ajo që Credinz synon është që nëpërmjet ofrimit, këshillimit dhe sugjerimit të klientëve në një vend të vetëm, duke i ofruar produktet tërësinë e produkteve financiare, do ta bëj Credinzin si partnerin e individit dhe të biznesit gjatë gjithë jetës dhe aktivitetit të biznesit të tyre. Këto shërbime, siç e tham, pra i përfshin të dyja llojet e klientëve, si atë biznes, por edhe individin. Ka ndonjë lehtësi apo parashikohen për shembull për bizneset e reja, çfarë mbështetje ofron Credinzbank për të gjithë ata që duan të hapin një aktivitet të ri? Atëherë, banka Credinz patjetër që incentivon dhe mbështet jo vetëm bizneset të cilat kanë një aktivitet tashmë, por mbi të gjitha dhe bizneset startupe. Dhe në veçanti kemi në prioritet, le të themi, kemi një mbështetje shtesë për bizneset startupe të iniciuara dhe të drejtuara nga vajzat dhe gratë. Kjo që duke dhënë prioritet për femrat. Patjetër, për t'i dhënë atyre një partneritet dhe një këshillim financiar për idetë e biznesit të tyre, dhe duke qenë një partner, le të themi, dhe në zhvillimet e planet të bizneseve, në suportin me anë të produkteve bankare që ajo ofron, siç janë financimet për startupet, financimet për gratë, për bizneset e drejtuara nga gratë dhe të tjera. Mbështeten dhe me skema, le të themi, mbështetëse të kolateralit apo të garancive shtesë në rast se klientët nuk e kanë. Okej. Po për shembull, çfarë mund t'i themi sot një individi i cili është një sipërmarrës ose është një individ i cili do të hapi një biznes, kush po janë ato hapat që ai duhet të ndjeki? Më tepër edhe për t'i ardhur në ndihmë të gjithë atyre që mund të na dëgjojnë dhe që kanë një ide të tillë që duan ta konkretizojnë, dhe pse jo, mund të kenë disa pikpyetje, ka nevojë për një konsulencë, ka nevojë për një ide, për ndonjë mendim. Kush janë hapat që duhet ndjeki për të ardhur tek ju, kur ju gjen, si ju gjen dhe çfarë mund t'i ofroni ju? Atëherë, banka Credinz, sikur se e thash, ofron këshillim financiar për të gjitha llojet e investimeve. Dhe patjetër që në rastet e një biznesi startup ofron, le të themi, dhe zhvillimin dhe hartimin e planit të biznesit me qëllim optimizimin dhe finalizimin e tij. Tani ajo që do të shtoja këtu është që nuk qëndron vetëm në dhënien e një financimi. Banka ofron produkte
të sigurimit për bizneset, ofron produktet e fondeve të investimit, pra si për klientët e rinj dhe për klientët e ekzistues. Ajo që e bën të veçantë këtë marrëdhënien e one stop shop të klientëve me bankën është edhe ofrimi i produkteve alternative. Banka për vitesh funksionon si një broker dhe ofron produkte sigurimi për të gjithë klientët, sidomos dhe biznes dhe individ. Ofrimi i këtyre produkteve të sigurimit, domethënë marrja e këtij produkti pranë një banke dhe jo pranë një instituti të siguracioneve, bën diferencën sepse klienti kurson kohë. Banka i ofron klientëve ofertat më të mira pasi negocion fuqishëm me kompanitë e sigurimit dhe mbi të gjitha e mbështet dhe ndjek klientin deri në fund në rast dëmshpërbimi pranë kompanive të sigurimit. E ndjek të gjithë zinxhirin, le të themi të gjithë hallkën. Po, sepse banka merr përsipër jo vetëm ofrimin e produkteve financiare, sikurse i përmenda llogaria, kredia, depozitat e të tjera, ofrimi i produkteve të sigurimit tashmë është një fokus kryesor për bankën tonë, pasi është le të themi janë produkte për të cilat njerëzit kanë nevojë dhe jo ndonjëherë nuk janë le të themi të vetëdijshëm që sigurimi i pronës dhe sigurimi i jetës e të tjera janë komponentë rëndësishëm të jetës. Do të doja të shtoja ashtu dhe produktet e investimit. Pra, banka i këshillon bizneset apo individët që të investojnë paratë e tyre në fonde të ndryshme. Po fondi bazë që neve le të themi kemi në fokus është fondi pensionit. Dhe fondi pensionit është një kursim shumë i mirë, jo vetëm për individët, pasi është një ardhur e cila zbritet përpara tatimit, zbritet para tatimit të taksave dhe gjithashtu edhe për bizneset, sidomos për bizneset e vogla, e cila është një formë kursimi për pensionin, e cila dhe kjo është e zbritshme në bilanc dhe mbi të gjitha ndihmon le të themi individët dhe bizneset të menaxhojnë le të themi fondet e tyre, të kursejnë për të ardhmen dhe skema quhet shumë e mirë sepse është skemë profesionale dhe mund të shërbejë edhe për bizneset pak më të mëdha, pasi krijon le të themi edukon individin të paguajë në fondet e pensionit vullnetare dhe nga ana tjetër krijon një skemë besnikërie me pagamarrësit për bizneset. Elona, ndalemi pak tek digitalizimi, është kryefjalë këtyre viteve të fundit, sidomos edhe sistemit bankar, tashmë njësër shërbime ofrohen online, po kalojmë nga ato shërbimet fizike le të themi të ofruara deri më tani dhe një pjesë e tyre po kryen online. Në fakt cilat janë, le të themi, ato alternativat inovatore që ofron Credinbank? Tani çështja këtu bëhet një çik më e gjerë, sepse nuk është çështja vetëm të nxjerrim një produkt inovator. Padyshim banka Credins është në ndërhapat e parë, të themi në zhvillime teknologjike, është banka që tashmë ofron paketën digjitale të plot për klientët, ka incentivuar pambarimisht përdorimet e kartave, shporta e kartave shumë e gjerë, karta debiti, karta krediti, kartat e prepaidit, të cilat janë të adresuara për blerjet online, për bizneset ka një paketë të plot produktesh, duke u nisur që nga POS-i, nga e-commerce-i, që është dyqani virtual të ardhmes për të gjitha bizneset, ofrojmë Apple Pay, GPay, praktikisht jemi në të njëjtat hapa me teknologjinë si në gjitha vendet e botës. Ajo çfarë e bën më le të themi më të rëndësishme, nuk është nxjerrja një produkti inovator në vetvete, është gërshetimi i këtij inovacioni me përvojën e klientit. Pra klienti duhet të ndjejë të njëjtën përqasje, të njëjtën përvojë, të njëjtën cilësi shërbimi, si në kanalet fizike, në degët tona dhe në kanalet digjitale. Ky është të themi një nga gjërat më kryesore për të cilën neve punojmë fort, sepse gërshetimi i teknologjisë me edukimin e klientëve dhe me dhënien e të njëjtës cilësie shërbimi sikurse në rrjetin e degëve. Kjo na bën që për punojësit tanë të rrjetit të degëve, përveç nuk ka në fokus vetëm dhënien e një produkti te klienti, po e asistojnë atë si të hyjë në kredis online, si të kryejë një transfer, si ta përdori, si të marrë maksimumin e eksperiencës digjitale. Dhe të jemi realiste, Elona, ka vend këtu për t'u informuar se jo të gjithë mund t'i bëjnë vetë këto veprime, dhe kjo asistenca, po themi, apo suporti që duhet të ofrojë banka pikërisht edhe për këto le të themi veprime digjitale janë të rëndësishme. Duke patur parasysh edhe faktin që ne e dim shumë mirë që edukimi financiar në Shqipëri ka vend për t'u përmirësuar e për t'u përmirësuar gjithnjëherë më shumë. Në fakt, çfarë bën Credinbank në këtë drejtim për të patur një klient më të informuar nga ana financiare? Atë që thash pak më përpara, që mbi të gjitha informojmë stafin ton të degës dhe vazhdimisht i trajnojmë që si të trajnojë dhe si të bëj klientin të përdori në mënyrë operacionale veprimet bazike bankare të mund të bëj nga ana e tij personale dhe
të ndjejë të njëjtën kënaqësi sikurse shërbehet në rrjetin e degëve. Paralelisht, Banka Kredis është ndër të vetmet banka që bën pambarimisht fushata të fuqishme marketingu lidhur me si të përdorim kanale digjitale, si të incentivojmë përdorimin e kartave, kemi skema incentivimi cashbacku, informojmë klientët mbi benefitet që ata kanë për përdorimin e kanaleve digjitale. Kjo është edhe më e rëndësishme besoj, që të dinë njerëzit se çfarë përfitojnë në mënyrë që të nxiten për t'i përdorur këto shërbime. Eksakt, po. Po, sepse nxitja incit ata të përdorin edhe më shumë kanale digjitale, të paktën për veprimet bazike, sepse patjetër që partneriteti dhe këshillimi financiar është kënaqësi që neve ta shërbejmë në rrjetin tonë të degëve. Po nga eksperienca jote, Elona, çfarë keni konstatuar tashmë, apo po fillojmë të kemi një konsumator, një klient më të informuar? Pra, për të gjitha këto shërbime që ofron sistemi bankar, po e ofrojnë sa më shumë individin, qytetarin me bankën, duke e bërë atë edhe më të informuar. Pra, si ka ndryshuar, le të themi, në këto vitet e fundit, kjo qasja e individit me bankën? Kemi sot më qytetarë dhe individ më të informuar për shërbimet financiare? Do të thëja fatmirësisht po. Madje në vizionin tonë është që vazhdimisht të pyesim klientët çfarë duan. Dhe jo vetëm si e duan. Si dëshirojnë ata ta kenë këtë eksperiencën me bankën dhe marrja e feedbackut, le të themi, e vlerësimit nga ana e tyre që si dëshirojnë ta kenë një veprim të caktuar, si duan ta konfigurojnë një produkt të caktuar, është në fokusin tonë. Dhe jemi me fat që jo vetëm banka i jep individëve, po dhe klientët na japin neve, sepse kështu rritemi së bashku. Elona, edhe një pyetje tjetër. Ju së fundmi Banka Kredis është vlerësuar me një çmim nga Euromoney. Mund të na thoni konkretisht çfarë nënkupton ky çmim dhe kujt i dedikohet? Më vjen shumë mirë që kam kënaqësinë ta them para këtë lajm, sepse Banka Kredis ka një angazhim korporativ shumë të madh për sa i përket përgjegjësisë korporative sociale. Është banka që vazhdimisht ka punuar për edukimin, zgjerimin, mbrojtjen e ambientit dhe nëpërmjet platformës së saj Smile ka ndikuar që njerëzit të marrin pjesë në çështjet sociale. Sepse banka tashmë nuk vlerësohet vetëm nga impakti financiar që ka në zhvillimin ekonomik, po vlerësohet shumë për mendimin tim dhe në impaktin që ka në mirëqenien sociale të njerëzve dhe të komunitetit. Çmimi është dhënë nga Euromoney, që është një nga institucionet financiare më të rëndësishme, dhe i jepet Kredisit pikërisht për angazhimin e madh që ka si best bank për përgjegjësinë korporative sociale. Na vjen mirë sepse sikurse e thash, duam që të kemi impakt si korporat në zhvillimin dhe në mirëqenien sociale të njerëzve në Shqipëri. Dhe ju uroj sa më shumë vlerësime të tilla. Faleminderit. Unë të falenderoj që ndave me mua këto informacione. Faleminderit juve. Nderuar miq, ne kemi sërish një shkëputje publicitare dhe do rikthehemi në pjesën e tretë e emisionit dhe do të ndryshojmë tërësisht temë, vetëm pas pak.